gjykatën ta kthej dosjen për hetim, të refuzoj një dokument të tillë të turpshëm që nuk ekziston në asnjë dosje gjyqësore në botë, përveç se në dosjen e përgatitur nga Dumani dhe dorëzuar në SKAP. Pyetje tash. Këto do ju dërgohen ju me postë elektronike. Zoti Berisha ka vetëm një interes ditët e fundit, gara për kreun e Partisë Demokratike. A mund të konsiderohet garë kur është vetëm një person që synon këtë post? Shumë bukur. Së pari, edhe një herë, Partia Demokratike, po sikur ta lam për jo këtu po atje, këtë çështje ta vazhdojmë atje sepse është problemi që këtu e kam përqendruar të gjithë komunikimin me media në dy persona dhe do kaloj edhe tek ndonjë tjetër, tek Altin Dumani, i cili për këto do paditet, do ngrihet padi, po, dhe tek Irena me shumë mbiemra, e cila u padit dhe e kaloi. A e dini ju që Irena ka marrë 3 pasaporta nga viti 2004 në 2007? Ndrrimi i pasaportave, ndrrimi i emrave ka qenë profesioni i saj. I pas ka bën qeverinë tuaj. Po pse pa me kate fare ka qenë qeveria ime thuti? Po ka ndodhur ajo ka korruptuar në një ajo pa diskutim. Shoh mbi emrin zot Berisha nuk është në një shkelje e madhe. Jo, ato i mbiema, jo, prit, jo, keq. Të lutem, jo. Me qenë se emri nuk është krim. Klodiana, jo, absolutisht, po problemi është këtu. Mbiemrin e parë ka ndryshuar në 88, me qenë se po hyn në ashtu. Se fole për qeveri, mbiemrin e dytë, fakt ju keni patur shumë mëkate si qeveri. Me emrin e dytë e ka ndryshuar në 88 të parë, të dytin në 91-shin, 92-shin, të tretin 94. Pasaportat i kanë nxjerrë nga 2004 në 2007 ka 3 pasaporta. Tani o shiste pasaporta kjo. Ose çfarë bënte kjo me pasaporta, hajde me rënivesh ju, Anton. Po me gjeni një shqiptar ju, edhe kur ju bëj pyetjet, ju lutem i merrni në mënyrën më anodine. Ju pyeta unë, me gjeni një zyrtar të ketë me rrogën e tij 4 apartamente, ju nuk u ndal. Tani me futet mua tek Dumani, t'ja u zbërthej komplet Dumanin. Tani me gjeni një zyrtar që në 3 vite ka marrë në 4 vite ka marrë 3 pasaporta, kjo quhet vetëm Irena Gjoka, e cila ose i ka shit këto pasaporta, ose çfarë ka bërë, por nuk ka deklarata se i ka humbur pasaporta. Zoti Berisha, ka ndajnë vetëm disa orë nga një vendim i gjykatës së lartë për para burgimet në mbledhjen e thirrur nga zoti Sokol Sadushi, kryegjyqtarit, cilat janë pritshmëritë tuaja? Do zbatoj urdhrat. Sadushi është një vegël e damkosur e Edi Rams dhe e tëra kjo ndodh për të lehtësuar eksponentët e partisë krimit. Nuk ka asgjë të përbashkët me qytetarët. Është e tëra një lehtësim që bëhet për eksponentët e partisë së krimit. Doktor, ju disponojnë një tjetër dosje që është dosja Akshi, edhe aty ka dëshmitar drejtësia. Jo, nuk e disponojnë dosjen e Akshit. Eksakte. Por dosjen e Akshit, si të dini ju, do të thënë, të paktën 3 ose 4 herë kam denoncuar pejgamberin e Daniel Ships. Por nuk kam patur djeni për pejgamberin e Geron Xhafs, Geron Meçës, e kam mësuar më vonë për Geron Meçën. Por mund të sërish Xhafën, doktor, mund të shkosh në burg. Urdhë? Po e përmendje sërish Geron Xhafën, ekziston risku të shkosh në burg. Se çu ndodhi me Saliani. Pse? Se për pejgamberin. Ai ishte burgim politik, e kam thënë dhe e them, nuk ka asnjë lloj diskutimi dhe Fatmir Xhafa është po aq fajtor sa i vllai i tij, që e mori e